Këshilli Bashkiak i Divjakës u mblodh me 25 qershor dhe miratoi vendime për ndihmën sociale dhe buxhetin e viteve 2026-2028. Këshilli Bashkiak i Divjakës zhvilloi mbledhjen e radhës për muajin qershor në sallën e mbledhjeve pranë Shtëpisë së Kulturës. Mbledhja trajtoi disa projekt vendime që lidheshin me ndihmat sociale, planifikimin buxhetor dhe menaxhimin e emergjencave. Në këtë mbledhje, në fund të muajit qershor, u përfshi miratimi i rendit të ditës, proces verbali i mbledhjes së kaluar, si dhe një raport mbi zbatimin e vendimeve për muajin maj. Një ndër pikat më të rëndësishme ishte miratimi i ndihmës së menjëhershme për familjet në nevojë, veçanërisht për fëmijët me një prind ose me prindër të divorcuar. Në këtë mbledhje u diskutua dhe u miratua programi buxhetor afatmesëm i Bashkisë për periudhën 2026-2028, dokument që përcaktonte prioritetet e zhvillimit dhe investimeve në nivel vendor. Këshilli shqyrtoi edhe një rishpërndarje fondesh brenda buxhetit të vitit 2025 dhe miratoi planin vendor për emergjencat civile me synim arritjen e kapaciteteve të reagimit në raste fatkeqësisht natyrore apo situatash të papritura. U miratuan gjithashtu ndryshimet në vendimet e mëparshme të Këshillit lidhur me pagat e administratës së Bashkisë, njësive administrative dhe institucioneve në afërsi përmes ndryshimeve në VKB numër 70 dhe 71 të datës 24 dhjetor 2024. Në përmbyllje të mbledhjes u prezantua një relacion mbi monitorimin dhe zbatimin të buxhetit për periudhën janar-prill 2025. Pikat kyçe të rendit të ditës u shqyrtuan nga Komisioni i Ekonomisë dhe Financave, ndërsa plani i emergjencave u analizuan nga Komisioni i Bujqësisë dhe Emergjencave Civile, edhe në proces vendmarrje.